Përshëndetje fëmijë. Sot do lexojmë një përrallë të bukur nga përrallat Andersen. Përralla sot më quhet Kutia e eshkës. Një ushtar i liruar po kthehej në shtëpi duke kënduar. Në mes të rrugës i u shfaq një grua shumë e shëmtuar, e cila i tha: Mirëmbrëma ushtar, dëshiron të bësh i pasur? Mirë, futu brenda kësaj zgavrës së pemës dhe kur të kesh zbritur, më në fund do shohësh dyert e 3 dhomave. Në të parën gjendet një qen me syt si disqe. Mbi sunduk plot me monedha bakri. Mos kushtove mendi qenit. Merre këtë përparse me kuadrate dhe shtrije mbi dysheme. Merë qenin dhe vendose mbi përparsen. Hap sundukun dhe merë sa monedha të duash. Në të dytën do të shohësh një qen që ka syt si mokër. Mbi sunduk plot me monedha argjendi. Vendosi qenin mbi përparsen time dhe merë sa monedha të duash. Në fund do të arrish në dhomën e tretë, të mbrojtur nga një qen me syt si kambana, mbi një sunduk me monedha ari. Edhe në këtë rast, vepro njësoj si në dhomat e tjera dhe merr sa monedha ari të duash. Po ti, thiri ushtari, nuk doj asgjë? Mua më sill kutinë e eshkës, që ndodhen mbi tavolinë, kaq më mjafton. Ushtari pranoi dhe gjithçka shkoi sikurse i kishte thënë plaka. Ushtari mbushi xhepat dhe një çantë vetëm me monedha ari, sepse mendoi se me ar mund të arrinte gjithçka. Mori kutinë e eshkës dhe ja tregoi shtrigës, të cilën e pyeti: "Për çfarë të hyn në punë kjo kuti eshke?" "Nuk mund të ta them," u përgjigj gruaja vjetër. "Nëse nuk ma thua, nuk do ta jap kurrë." Shtriga u tërbua aq shumë sa e pushoi zemra dhe vdiq. Miku ynë vazhdoi rrugën dhe arriti në një qytet të bukur, i cili ishte edhe kryeqyteti i mbretërisë. Atje bëri shumë miq, të cilët i treguan qytetin dhe i folën për një princeshë shumë hirmadhe. Ushtari dëshiroi ta njihte, por i thanë se ishte pamundur, pasi ajo nuk dilte kurrë nga kështjella në të cilën ishte mbyllur. Ushtari ynë bëri një jetë argëtuese, duke shpenzuar monedha që kishte marrë nga pema, derisa një ditë zbuloi, i trishtuar se nuk kishte mbetur asnjë monedhë. Mbeti përsëri i varfër dhe për shkak të mjerimit u detyrua të zinte një papafingull të thjeshtë, në të cilën kaloi natën. Nuk kishte as edhe një shkrepsi që t'i bënte dritë. Ju kujtua kutia e eshkës, e nxori, goditi hallkën dhe në çast aty pranë i u shfaq qeni me syt si disqe, i cili tha: "Çfarë kërkoni, im zot?" "Më sill para," u përgjigj ushtari, duke kuptuar menjëherë që nëse do t'i binte një herë strallet, do të vinte qeni me sy të gjerë si disqe. Nëse e godiste 2 herë, do të vinte qeni me sy si mokër. Nëse e godiste 3 herë, qeni me syt si kambanat. Thiri 3 herë dhe erdhi më i madhi qenve, të cilin e udhëroi. "Më sill menjëherë princeshën e mbyllur në kështjellë, sepse dua ta njoh." Nuk kishte kaluar as 5 minuta, kur qeni u kthye me princeshën e bukur që flinte mbi shpinën e tij. Ushtari, i shtangur nga bukuria, ra në dashuri me të, por qeni e ktheu atë në kështjellën e saj dhe të nesërme, princesha i tha të atit: "Baba, pash në ëndër sikur një qen i madh po më mbante mbi shpinë dhe një ushtar më puthte në ballë." Mbreti nuk tha asgjë, por urdhëroi një zonjë që ta ruante. Kur u bë natë, ndërsa qeni dilte me princeshën mbi shpinë, zonja i ndoqi dhe shënoi me kryq derën e ushtarit. Të nesërmen, në mëngjes, erdhën shumë roje dhe e morën ushtarin ton duke i thënë: "Në emër të bretit, do të vish me ne?" Më pas e mbyllën në një byruc të errët, duke njoftuar se po atë natë do të varej. Ushtari u ndjej i dëshpëruar për fatkeqësinë e tij,
por papritur i u kujtua kutia e eshkës që kishte në xhep dhe u qetësua. Kur shkuan për ta varur, i tha mbretit: "A do më jepni mundësinë e fundit të pi lullën time për herë të fundit?" Sovrani ra dakord dhe ushtari e goditi 6 herë strallin duke u shfaqur kështu 300. "Mos i lini të më varin", klithi ushtari. Qenë sulmuan mbretin dhe oportarët me një tërbim të tillë saqë mbreti i tmerruar bërtiti: "Prisni, do të lejoj të martohesh me ti me bi, princeshën." Në këtë mënyrë, ushtarit i u plotësua dëshira të martohen me Erioshën e bukur, me të cilën kishte rënë marrësisht në dashuri. Kështu, ushtari me princeshën jetuan shumë të lumtur. Edhe kjo, fëmijë, ishte historia jonë me ushtarin edhe princeshën. Faleminderit që na dëgjuat. Shihemi në videon e ardhshme.